أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Falëndrojmë Allahun dhul xhelal, salavatet, selamet ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falëndrojmë Allahun dhul xhelal për çdo nimet i madhnumi që na ka dhënë, më tepër për atë që musliman na ka bërë. Duke lutur xhella xhelalu o xhella shanu të na mundsojmë me islamin, të jetojmë për islamin, të jetojmë dhe me islamin jetën ta përfundojmë duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falëndrojmë Allahun dhul xhelal që na mundsoi të vazhdojmë mësimet tona tek libri I'lamul Anam Sharh Bulughul Maram të Dr. Nureddin Itrit, të diskutojmë atë bashkërisht aty ku e lam përpara muajit bekuar të Ramazanit, një muaj me plot aktivitete tjera për atë arsye, jo për mosdashje, për mos patje mundësi që ti përkushtohemi ligjëratave të kësaj natyre, ne ndërprejmë gjatë muajit bekuar të Ramazanit për me vazhduar tashme njëherë pas muajit bekuar të Ramazanit, për me lutë Zotin Xheleshanu që të na mundsoj të jemi bashkë në këta diskutime mbi dinin Allahu dhul xhelal. Pra ne, për ata që nuk e kanë përcjellë ligjërata të tjera, ne jemi duke fol një prej librave të mirë studiuar, shumë studiuar në për shkenca dhe akademi të ndryshme shkencore islame. Baza e librit është Bulughul Marami, pra njëri prej librave të Hajar ibn Asqalanit, që ka diskutuar dhe i ka mbledhur atë fjalët ose hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E ndërsa hoxha jon Dr. Nureddin Itr ka bën një komentim të zgjeruar në bazë të krejt atyre mezhebeve cilët janë të përmendura dhe të mësuara në shkencat islame, duke i përfshi 4 mezhebet, po edhe kajherë duke dalë për atyre 4 mezhebeve, duke pas se çfarë diskutohet edhe në mezhebe tjera cilët nuk janë prej këtyre 4 mezhebeve të njohura në mesin e njerëzve tanë. Ne mundohemi që theksin e veçantë ja vendojmë mezhebit Hanefi, pra duke ditur që hoxha ka qenë një prej hoxhallarëve të mëdhenj të mezhebit Hanefi, ndalemi atij dhe e shohim se si e ka argumentuar hoxha përse ky hadith është marrë nga hoxhallarët e mezhebit Hanefi. Ne kemi diskutuar shumë prej temave. Tema e fundit ka qenë çështja e meshit mbi mestet. Edhe kemi diskutuar se si dhe çfarë kur lejohet dhe si lejohet në mezhebin ton Hanefi një gjë e tillë. Prandaj për ata që kanë dëshirë të zgjerohen dhe të shohin se çfarë kemi diskutuar në takimet tona paraprake, mund të kthehen videovet cilët janë tashmë në YouTube për me pa ku kemi mbrit ne. Ne kemi mbrit në hadithin e 66 me radhë, edhe aty si e quajti hoxha bab nawaqidul wudu, kapitulli prishësit e abdesit, prishësit e wudujs, prishësit ati që mund njeriu në aspekte aksidentale mund ta prishe abdesin e vet. Do të shohim inshallah taala se si e ka radhitur hoxha. Edhe këto në hadithin e 66 me radhë ka thënë, pra çështja e parë që është përmendur si nën titull është gjumi. Gjumi është një prej atyre që prish abdesin, pra njeriu që e ka plot gjumi e ka prish abdesin. Pse kështu? Thot Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal kana ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Pra nga Anasi radiyallahu ta'ala anhu, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ka thënë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalamit kanë qenë duke pritur namazin e yatsis derisa kokat e atyre binin. Pra mund ta imagjinojmë ose ta parafitirojmë se si u kanë ra kokat, pra pe gjumit që u ka ardhur, momentet e gjumit sahabëve në xhamit Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kokat e tyre kanë ra për poshtë, pra kanë qenë të ulët duke prit namazin e yatsis,
kokat e tyre nuk kanë mund të jenë stabile, pra nuk kanë mund të qëndrojnë drejt, u kanë ra pej gjumit që i ka kaplu sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalluna wala yatawaddaun, e ata falenin edhe nuk merrnin abdes, pra nuk e përsëritnin abdesin e vet, edhe pse atyre u ndodhte një gjë e tillë. Ne tash mund edhe dim secili se a është gjuma jo, pra nëse ti je ulët edhe vetëm koka shkon për poshtë, atë ka zënë gjumi, jo. Do të shohim se ka hadithe tjera cilët e argumentojnë edhe e sqarojnë këtë çështje për cilën ne flasim. Është hadith i radhës që është nga an Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aynu wika'u as-sahm fa idha namat al-'aynan istaqlata al-wika'. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Muawiyah që transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, siri është lidhsi i rrugëve ku njeriu mundon ta prish abdesin e vet. Pra ne dim di rrugë nga cilat prishet abdesi, pra një nga ku del papastërtia e madhe, po edhe tjetra nga ku del nevoja e vogël, nevoja e madhe dhe nevoja e vogël. Thot ata janë di lidhësit e atyre di organeve, pra nëse sinjt janë mbyll, pra sinjt janë lidhësi. Nëse ata janë mbyll, është liru ajo ngushtic, pra është liru ajo siguri të cilën e kanë pasur di organet cilët mundën të shkaktojnë tek ne prishjen e abdesit. Pra, për me kuptu pak më ndryshe, gjumi në esencë vet nuk është ai vet prishësi i abdesit, po ajo se çfarë ndodh me trupin brenda, pra gjatë procesit gjumit njeriu, çfarë ndodh me trupin njeriu nuk e din. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka quajtur gjumin si një prej atyre që e prishën abdesin. Hadithin e parë, pra që e përmendëm më herët, që është nga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Pra është një prej haditheve që e ka nxjerrë Abu Dawudi, e ka bërë sahih Daraqutni, edhe baza e këtij hadithit është në librin e Imam Muslimit radiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa hadithi ditë për cilën e transmetonte Muawija radiyallahu ta'ala anhu nga pejgamberi alayhis salatu wasalam, e ka transmetuar Imam Ahmedi radiyallahu ta'ala anhu, edhe Taberaniu. Po ashtu kemi një hadith tjetër që e shpjegon këtë situatë që mund të ndodhet te njeriu. Thotë innama al-wudu ala man nama muttaji'a. Pra abdesi, thot nga Dawudi aidan an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu marfu'an, innama al-wudu ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi da'fun aidan. Pra hadithi ka dobësi të vetëm, pra zinxhiri i transmetimit të këtij hadithit pejgamberi alayhis salatu wasalam ka dobësi në këtë zinxhir, mirë po ato që ka transmetuar pa Abu Dawudi radiyallahu ta'ala anhu nga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, edhe ai e ka ngritur këtë hadith te pejgamberi alayhis salatu wasalam, që abdesi prishet atij njeriu që është në gjumin e vet i mbështetur. Pra, këto mundim ta kuptojmë që nëse je në gjumë, pra të ka zënë gjumi, të ka kaplu gjumi dhe ti je me abdes, ama në këtë rast je i mbështetur dikundi, ajo që ti më nuk e ke vetën në kontroll. Pra nëse të ka kaplu gjumi edhe koka të hara dhe ti je i ulët, që i themi ne nguj këtu në xhami, ose je të paktën kam kriç, mirë po nuk je duke u mbajtur dikun, nuk e ke vendu shpinën për dikun, nuk e ke vendu dorët për mas, edhe ti gjumin nuk të ka kaplu plotësisht. Pra, përderisa bie vetëm koka, edhe njeriu është me abdesin e vet. Mirë po në moment që është i mbështetur dikund, atëherë gjumi atij që konsiderohet gjumi plot, edhe njeriu e ka prish abdesin. Edhe një herë po e përsëris. Nuk është vetëm gjumi në esencë, nuk ka ai që e prish abdesin, po ajo që çfarë ndodhen me organizmin ton kur na kapën gjumi, ata se din njeriu, ata s'mund ta kontrollojë. Pra, mos patja mundësi e kontrollimit të trupit edhe rrugëve ku mund dalin gazra qoftë ose papastërti prej trupit njeriu, mos aftësia e njeriu për me kontrollu vetveten gjatë gjumit e bën gjumin prishës të abdesit. Pra, kjo çështje duhet të jetë e qartë për gjithë secilin prej neve. Ne kemi disa çështje cilët kanë të bëjnë me hadithet, pra e pam se si cili prej haditheve kanë diskutuar hoxhallarët në të.
E ne do të shkojmë drejt ke çështja e asaj se çfarë nxjerrim prej dispozitave. Tha fikul hadithi del al hadith Anas ala anna an-nawm al-jalisi la yanqudu al-wudu. Hadithi e Enesit radiallahu ta'ala anhu, Enes ibn Malikut tregon që gjumi atij që e zën njeriu ulët që është, edhe vetëm koka atij tregon. Pra keni pa janë në xhuma ose në Ramazan ose në namaz Bejramit ose pse çohet shumë herë dhe tu ndëgju hoxhën nga herë dhe i bie koka poshtë. Pa kjo nuk e prish abdesin përderisa nuk është i mbështetur dikundi. Përderisa ulja atij është në rregull, ulja atij është ulje tamam siç e kërkon sheriati islam. Pra, për çfarë arsye lian sahabët kanu yantadhiruna salat al-isha'i fa ya'khudhuhum an-nawm. Pra, edhe sahabët ata ishin njerëz radiallahu ta'ala anhum. Edhe ata kur e pritnin namazin e yatsis, edhe atyre u ndodhte një gjë e tillë. Pra, shumë e natyrshme, shumë njerëzore që t'i bere koka njeriu që ndoshta gjatë ditës shumë ka punu ose natën nuk ka bërë gjumë të mjaftueshëm, ka qenë gjatë gjithë ditës i angazhuar, edhe ai normal edhe koncentrimi nuk e ka të mjaftueshëm, po edhe të njëjtën kohë edhe gjumi vjen, është çështje normale, është çështje njerëzore. Tjetra çfarë është? Del el hadith Ali wa Muawiya ala anna an-nawm çështja hadithi i Muavijut radiallahu ta'ala anhu dhe hadithi i Alijut radiallahu ta'ala anhu që gjumi në vetvete është ai që e prish abdesin. Pra mos kontrolli ata që e tham pak më herët, ndaj gjendrave, ndaj rrugëve ku dalim pa pastërti e madhe ose nevoja e madhe dhe nevoja e vogël për trupit njeriu, mos pas janë kontrolle asaj, ajo e prish abdesin. ودل الحديث ابن عباس على أن انقطاع الوضوء بالنوم منحصر في النوم مضطجعا. Ndërsa hadithi i Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu ka të bëje vetëm atë që është i mbështetur dhe e zgjumi. Pra, e ka mbështet shpinën e vete për dikund, ose e ka vendu krahun dikund, ose shtrime dikundi, atëherë ai gjumi atij e ka prish abdesin. اتفقوا على أن النوم المضطجع ناقض للوضوء ولو كان قليلا إذا تحقق النوم بوقوع شيء كان يمسكه. Tha, si mund ta dallojna, pra nëse dikush e ka një laps në dorë ose ka një diçka në dorë, edhe në moment që ai e zë gjumi i bie ajo pidore, pra atëherë konsiderohet njeriu ka fjet. Pra nuk e konsiderohet njeriu ka fjet në forma tjera. Pra nëse s'e ka mbaj, e ka pas për shembull telefonin në dorë, e ka pas një laps në dorë, e ka pas një një diçka që e ka mbajt në dorën e vet. Mirë, po në moment që e zë gjumi se normal, në moment se zë gjumi tamam, muskujt nuk reagojnë më, ti e lëshon ata që i ke pe dorë. Pra atëherë mund të themi që këtu janë ittafaqu ala anna an-nawm al-mudaji'a naqidu lil-wudu. Pra janë krejt unik ulemaja që njeriu që është i mbështetur edhe e zë gjumi atij ja ka prish abdesin. Amma an-nawm al-qa'idi al-mumakkini, ndërsa ai i cili është në kam, për shembull, se tash ne mund të thona si flen njeriu në kam. Flen njeriu edhe të vozit në herë. Mirë, po përfundon Zot na roj dikon tjetër. Prandaj duhet të jesh shumë i kujdesshëm se ne flasim për abdesin, mirë, po edhe për çështjet e jetës që duhet të kemi kujdes. Ndërsa këtu do ta tregojmë që dhahab al-Hanafi wa al-qadim inda al-Shafi'i wa riwayatun an Ahmad idha kana yasiran ila anna an-nawm al-qa'im wal-raki'i was-sajidi la yanqudu al-wudu. Pra ai njeri i cili është duke u fal namaz. Për shembull është në qiyam, është u lexu hoxha lexon gjatë, për shembull. Ka ardhur namaz sabahu, ai s'ka fjet gjithë natën, edhe hoxha lexon gjatë namaz sabahu, edhe ai tunet në kam, që aty i vin se ka fjet. Ose në ruku duket se ka fjet, ose në sejdë duket se ka fjet, thonë ai gjum i njeriu që është duke u fal nuk konsiderohet gjum i cili e ka kapluar ato, përderisa e ndjekën rukun edhe sujudin edhe, pra e ndjekën imamin, lëvizën me ata. Pse? Se medhebi edhe Hanefit tanë nëse ka qenë i lehtë, pra shkurt ka qenë. Pra jo, për shembull ka rënë sejdë imami gjatrin sejdë ai gërhetat sejdë. E aprish abdesi atij.
ose në ruku, ja prish abdesi ati nëse kanë nejtë gjatë. Ndërsa Shafit, imam Shafiu radiallahu ta'ala anhu, tha, istedelle Shafi'iu li kauli l'kadimi bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Idha nama l'abdu fi salatihi, baha Allahu bihi melaikatahu, yakul, abdi ruhuhu indi, wa jasaduhu sajidun bejna jedej. Pra Zoti Gjelle Gjelalu Gjeleshanu, çfarë hadithi? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, pra pse Imam Shafiu thot përderisa është në namaz nuk i prishet atij abdesi? Imam Shafiu thot nuk i prishet atij abdesi për arsye se kemi një hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam që ka thënë kur njeriu në zet gjumit duke u falur, Zoti Gjeleshanu krenohet tek melaqet. Si krenohet te melaqet? U thot melaqeve Allahu xhelal, abdi, pra robi im, ruhuhu indi, shpirti atij te une, pra kur flen njeri e dëzon shpirtin Zotit xhelal. Wa jasaduhu sajidun bayna yaday, ndërsa trupi atij duke mbos sejdë mu. Pra Zoti xhelal krenohet me këtë, atë si ne mund ta konsiderojmë që është prish atij njeriu të abdesi. Pra Imam Shafiu në këtë çështje kështu e mendon, sa Hanefit thonë nëse është shkurt që e zën gjumi ata, edhe ajo hinte ki hadithi pejgamberi alayhi salatu wassalam, përderisa themi që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu xhelal krenohet, ama kur është i shkurt, jo kur është gjumi i gjatë ose gërhet në sejdë ose gërhet në ruku, ose për shembull e falën namazin e tesbih namazit, namazi i gjatë, edhe ai gjatë gjithë kohës gërhet gjatë asaj kohe që bëhet tesbihi e kështu me radhë, prandaj duhet jemi të kujdesshëm në atë se e prishën abdesin dhe duhet jemi pak më të kujdesshëm. Hadithi radhës e transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha. Anna Aisha radiallahu anha qalet, جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حبيش بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. Transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha se Fatimja bintu Ebi Hubejshin ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thënë: Ja Rasulullah, inni imra'atun, unë jam një grua, ustehadu fala adhur. Tha unë po më vin ata përmushmet e mia, menstruacionet e mia dhe unë nuk pastrohem o pejgamberi Allah. Pra gjatë gjithë muajit unë kam nga pak pa pastërtisë time. E fa eda'u salate, ata la namazin, pra mos falem, se përmushmet gradë ne e dim që në përmushmet e vete, në fazën e menstruacioneve të veta, në fazën që varet për gruas kush dhijet e kush, do ta diskutojmë inshallah sa zgjatë çështja e menstruacioneve në bazë të shariatit dhe në bazë të ndarjes së medhhebeve në këtë çështje, 7 ditë dhe ditë varet prej situatës, do ta bisedojmë inshallah taala. Tha ata la namazin, se gruaja në menstruacione nuk e fal namazin, pra bie prej saj namazi, nuk e ka obligim faljen e namazit, po ashtu nuk e ka për obligim edhe agjerimin e Ramazanit. Mirë po, për dallim nga namazi e ka për obligim të zaventësojë ditët e agjerimit. Ne shtash e kemi pas muajin e bekum të Ramazanit, gratë që I kanë pas përmushmet e veta gjatë muajit të bekum të Ramazanit, ata I plotësojnë aq ditë sa u kanë munguar në muajin e bekum të Ramazanit, mbas Ramazanit. Po namazin e plotësojnë jo. Pse nuk e plotësojnë namazin? Se namazi është 5 herë në ditë. Se do të ishte shumë vështirë për gratë nëse do të përsëriteshte edhe namazi vetëm se ata, se Zoti va ka fal ata nuk e kanë kërkuar një gjë të tillë. Nuk e është vetë dëshirën e atyre, është Zoti xhaleshanu ua ka fal që ata të kenë, ua ka krijuar që ata të kenë menstruacione. Qala la inma dhalika irkun falaysa bihayd, falaysa bilhayd. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, ajo është ne që I themi qelpe, nuk është gjaki I menstruacioneve. Pra ajo I tha ata la namazin, tha jo, mos e le namazin. Sa ajo nuk është gjë tjetër përveç se një qelpi I cili del prej teje, pra nuk është quhet në shariatin islam istihada. Pra ti nuk je në hajd, po je në istihada. Për atë arsye, tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, idha adbarti faqsili indaka ad-dam wa salli. Pejgamberi alayhis salatu wasalam I mësoi ta kur kalojnë ditët e tua, atëherë pastroje vendin tënd, pastroj teshat e tua, edhe lirisht fale namazin. Tash ju e dini që unë para kur e diskutuam çështjen e gjakut, u thash mbajini mend që këtë hadith, se do të na vijë ki hadith më vonë se është një diskutim shumë I gjerë, a është gjaku që e prish abdesin apo jo. Do të vijë prap tash, edhe një herë do diskutohet si mesele.
Pra, çështja e parë që duhet ne ta dina në këtë mesele është që gjaku ose menstruacionet të gratë janë ajo që e prish abdesin. Në moment që i vin gruas menstruacionet, ajo është më e papastër, nuk guxon të falë namazin edhe abdesja e saj karah, pra. Në bazë të këtij hadithit pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çështja e ditë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ndaloi asaj, tha ta lëje namazin, se nuk në një grave mund të thotë jo, unë ani se i kam për mushmet e mia, mund të fal haram e ka të falet. Pra ka rregulla kjo çështje. Dhe ka haram të falet, e ka haram të agjeroje. Janë harame këto, nuk janë çështje që ne do të thonë, aha, unë dua ta bëj, ani se i kam, po unë di bëj jo. Ti ke ndaluar me të bësh. E ke ndaluar, më thonë, jo unë natë e katërt është ani unë son natë e katërt unë do bëj ibadet, do falem, do lutem, ani se i kam menstruacion. Ti ke ndaluar, ta ka ndaluar Zoti xhelal xhelal. Tamam, pa këto mesele duhet gratë më shpesh të diskutojnë ndërmjet vete në mexhliset e veta padyshim. Thumë të wadda'i li kulli salat, pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha, ti atëherë në çdo namaz do të marrësh abdes. Pra, ajo grua që nuk është pra i ka kalu fazën e menstruacioneve të veta. Edhe tash ka hime një fazë kur ajo është në një fazë defekti shëndetësor, mund t'i themi, problemi shëndetësor. Istihada që janë problem shëndetësor. Rrjedhja e qelbit ose e ngjashme me të prej organit gruas mbas kohës së menstruacioneve është një problem shëndetësor. E në atë problemin shëndetësor, a duhet gruaja më falet? Jo, duhet falet, po të marrë abdes në çdo kohë namazit. E tash mesebe që ndaj këto. A duhet marrë në çdo namaz ka një herë apo kur të hije vakti? Mesebi Hanefi ka thënë kur të hije vakti. Kjo edhe kretë që janë si kjo, pra, si kjo situatë. Kush mund të jesë si kjo situatë? Një person për shembull që ka një plakë të dora. Ati rreth gjak vazhdimisht, po e kanë vendu, mjekët ja kanë vendu një zavoj ati. Ai quhet sahibul udhri. Sahibul udhri që do me thonë njeriu me arsye, me përthishqim. Ai ka një arsye, edhe për këtë arsye ai duhet abdesin ta përsërisë në çdo kohë të namazit. Pra kur hini qindija ai do të marrë abdes për namazin e qindis. Kur hin akşami ai do të marrë abdes për namazin e akşamit. Kur hin yatsia ai do të marrë abdes të ri, edhe nëse ka thuna. Mirë po ai është sahibul udhur, ai është person me arsye shëndetësore atij që i rrjedh gjaku, nuk e konsiderojmë që ne se ai mund të rrjedhë gjaku edhe në namaz, apo? Pa kur të lidhet namaz, ai mund të lidhet namazën tote, çtash mund ka rrjedh gjaku, çtash mund prish në abdesi. Jo, si prishet abdesi. Derisa të kalojë ajo kohë namazit, cilën ai ka marrë abdes. Jam i qartë kjo mesele. Pa do të jemi shumë, do ta dim se ndodhin këto, shkon në operacion, bën në send, në çon ndodhen, në kujtune. Edhe ja vendon mjeku një fash. Ajo fasha, mbi atë fashën lejohet merret mes mbi atë fasha. Mirë po abdesi ati vlen vetëm për një kohë namazit. Këtë kanë diskutu ulemaja në këta mesele. قال الشافعية لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة سواء كانت أداء أو قضاء فإذا أرادت أن تصلي فريضة أخرى توضأت لها من جديد. Pra te mëdhëbi Shafi është kështu. Nëse ka marrë abdes, ka drejt fale vetëm një namaz të asaj kohë. Për shembull, veç e falën drekën, edhe më namaz tjetër, as kazaja, as tjetër, as në fale, du të marrë abdes tjetër. Ndërsa mezhebi Hanefi thot jo, قال الحنفية والحنبلية يجب الوضوء بدخول وقت الصلاة وتصلي به ما تشاءت من الفرائض أداء وقضاء. Pra, mezhebi Hanefia dhe mezhebi Hanbelie ka me kohën, pra ka hi kohën i namazit, për shembull ka hi kohën e drekës. Edhe ajo ka marrë ose ai ka marrë abdes për kohën e drekës. Atëherë ka drejt fale drekën, ka drejt fale sunetet, ka drejt fale kazaja, ka drejt fale nafile, ka drejt fale gjithë shka brenda asaj kohë. Derisa nuk ka ardhur namazi i qindijës. Kur vin namazi i qindijës nuk ka më abdes, do të marrë abdesin e ri. Pra, mezhebi Hanefi, edhe një herë për ta kuptuar, mezhebi Hanefi e lidhen këtë çështje me kohën, nuk e lidhen me namazin vetëm.
Pra e lidhen me kohën e namazit. Edhe thot, se përse është ky dallimi, se nëse lidhet me kohën e namazit, atëherë krejt namazet që janë mbrapa himta. A nëse lidhet vetëm me namazin, sikur e kanë bërë Shafitët, atëherë ngelen vetëm për atë namaz, nuk ke drejt kur gjë tjetër me atë abdest. Po pra duhet marrësh një abdest tjetër për sunet ose për kazaje kështu me radh që ti dëshiron ti falësh. Pra ata janë argumentuar me hadithin, pra tawadda ili kulli salatin, merr abdest në çdo namaz, ndërsa Hanefit dhe Hanbelit radu bi anna al-murad tawadda ili waqti kulli salat, ndërsa Hanefit dhe Hanbelit thanë ky hadith kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për kohën e namazit, nuk ka fol për namazin, ka fol për kohën. Ittafaqu ala annahu yulhaq bil mustahadha fi hukmi ashab al-adhari wa hum man bihi hin tha kjo mesele hin të gjithë ata që kanë një arsye. Shembull, ose ka prerje dore, ka një fashë kështu me radhë. Po ka edhe disa njerëz cilët në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalamit, besoj që këtu e kemi hadithin, inshallah taala. Pra njëri prej sahabëve erdhi te pejgamberi alayhis salatu wassalami, pra an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qal kuntu rajulan madha'an. Tha unë isha prej atyre që fatkeqësisht, pra Ali radiyallahu ta'ala anhu tregon që prej organit atij ka ndalë me dhi. Me dhi është sikur i ngjashëm me spermën, mirë po nuk është sikur sperma. Është ngjyrë tjetër, nuk kërkon del pa dhe një farë ndjenje, pa dhe një farë epshi, del në mënyrë normale, zakonshme për organit të burit. Ka disa bura që e kanë këtë problem, edhe ki që quhet problem, tha isha unë njeri për atyre njerëzve, Ali radiallahu ta'ala anhu. Edhe shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po i vinte turp Aliut radiallahu ta'ala anhu që ti thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çoi njëri prej sahabëve. Pse i vinte turp? Si ishte dhëndri pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po e kishte vajzën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e kishte për grua, për atë arsye i vinte turp edhe e çoni tjetër prej sahabëve, edhe ai tha fa amartu bi miqdadin fa amartu al-miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu. E pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha atëherë duhet merr abdest. Akhrajahu as-sab'a wal-lafdh lil-Bukhari, e kanë nxjerr të 7 imamat që kanë librat e veta të sunenit, e libri edhe Bukhariu e kanë nxjerr pra me këtë formë të transmetimit. Pra nëse njeriu ka një arsye shëndetësore, qoftë qelbi i rreth, gjaki i rreth, edhe në këtë rast forma sikur sperma i rreth, ose Zot na ruaj ata që kanë smundje të rrugëve urinare, shembull e kanë ne i themi asaj qesës me urinë, mban për herë me vete. Atë falet ai? Po, duhet falet. Vetëm sa i bie ke çki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet marrë abdest në çdo kohë të namazit, në çdo kohë të namazit. Ashtu si e ka porosit pejgamberi alaihi salatu wasalam. Pra ne do të vazhdojmë inshallah taala edhe javën e ardhshme për me diskutu këta çështje që neve na duhen. Edhe pse do të doja edhe një mesele ta diskutojmë bashkë, që mos t'i him ndërhak këtij mësimi për sot. E përmendim edhe këtë hadithin e 70 me radhë, Aisha radiallahu ta'ala anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përqafoi, puthi disa prej grave të veta kur dilte jashtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur shkonte për namaz. Walam yatawadda, nuk merrte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abdest. E këtu neve na del më një herë një mesele, pra prekja e gruas, puthja e gruas tande kur dalesh për shtëpi, nuk ta prish abdestin. Pra këtë kanë diskutuar ulemaja dhe kjo është në shumicën e medhhebeve tona, edhe Hanefit po ashtu e kanë çështjen. Ne me këtë ndalim inshallah taala për me vazhdu me leje të Zotit xhaleshano, për mos mu hindërhak edhe vëllezërve tjerë që mungojnë sot në këtë mësim, që të mundim të diskutojmë edhe një herë këtë mesele dhe mesele tjera, inshallah taala. Zoti ju ruaj, ju dash mirësi e begati. E ne takohemi ditën e xumat të ardhshme me këta mësime mbi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thebi Hanefi në bazë të haditheve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Deri atëherë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.